Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, të televizorit Tabria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Tani më listat zgjedhore janë bërë publike nga subjektet politike, po ashtu në këto ditë të fundit ka pas aderime të personalitete të figurave të ndryshme në subjekte të ndryshme, ndërto ka qenë një nga befasit, ndoshta befasi Zafer Berisha me subjektin e tij kalimin në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lidhur me marrjen e këtij vendimi, edhe pritjet lidhur me procesin zgjedhor. Kemi të ftuar zotrin Zafer Berisha, ku do të diskutojmë për këtë temë. Përshëndetje zotri Berisha, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë të televizionit Tabria. Faleminderit edhe juve edhe për mundësinë. Fillimisht ta sqaroj, unë nuk e kum fuzionu subjektin, po jem bën pjesë e listës si Bashkim Demokratik, domthonë në këto zgjedhje bashkë me Aleancën. Në listën e Aleancës për Ardhmërinë. Si erdhët deri tek ky vendim, që ti bashkangjiteni listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës? Siç ju e dini po ka shumë edhe ata që na përcjellin se unë kam pas disa lëvizje këtë vit politike, duke mundu me mbrojt dhe me rujt disa nga parimet edhe fjallën e dhënë publike. Dhe kështu që unë para zgjedhjeve lokale, domthonë e kom rikthye Bashkimin Demokratik të Prizrenit si forcë lokale politike dhe kom marrë pjesë në zgjedhje lokale. Edhe gjatë asaj kohës, duke ju falenderuar edhe juve dhe të tjerëve që ma kanë dhënë mundësinë u prezentue si kandidat për zgjedhje lokale bashkë me ekipin, unë kam pas shumë dilema se a do të marr pjesë në zgjedhje parlamentare, pasi ata u panë se do të vinë për arsye të papërgjegjësisë politike, të klasës politike, të atyre që fituan zgjedhjeve, po edhe të kësaj pjesës tjetër. Dhe me thënë drejtën, ligji i pafavorshëm me ndryshimet që ka pësu para disa vite, domthonë përveç se ka mytën demokracinë brenda subjekteve politike dhe ka dhënë mundësi domthonë kryetarëve dhe njerëzve rreth kryetarëve të partive, domthonë situatë e cila pastaj po përcillet edhe nëpër institucione siç e pam gjatë gjithë vitit. Duke më qenë shumë interesuar, edhe për arsye të tjera, por zhvillimet në Kosovë, rreth Kosovës, ajo që po ndodhen, domethënë me të arriturat që kemi bërë bashkarisht si shoqëri, që nga epoka UÇK-s e deri në sot, domethënë ndërhyrjet nga jashtë, diskursi i jashtëpër politik në raport me disa nga figurat politike e veçanërisht të luftës, domthonë në propaganda që po bëhet në mënyrë jo të rregullt, jo njerëzore dhe jo politike në raport me shumë personalitete, por edhe me mua, domethënë. Narracioni i Beogradit për luftën e UÇK-s, për udhëheqësit e luftës, i cili për fatin e keq është përkthye nga Serbishja në Shqip dhe po është plasue në opinion që mjerisht një pjesë e njerëzve kanë ra në nivelin që edhe ta marrin si të tillë dhe ai narracion për fatin e keq ka arritur edhe në kulmin e institucioneve, siç është kryetari i kuvendit. Dhe janë këto faktorë të cilët më kanë bërë që edhe njerë me rimendu qëndrimin tim dhe mos me qëndrue indiferent ndaj këtyre zhvillimeve që po e dëmtojnë Kosovën, që po i shkatërrojnë të arriturat e përbashkëta që kemi bën veçanërisht me partnerët perëndimor dhe natyrisht që kanë futur në kulmin e krizës morale qytetarin
si rezultat i interesave të ngushta dhe meskine dhe ambicieve të smunta të individëve të cilët kanë ardhur në krye të institucioneve ose kanë marrë vota me mashtrime dhe natyrisht unë si qytetar në rand të parë që respektoj shtetin dhe që kam bën një farë mundi për këtë shtetin bashkë me familjen, shok dhe miqt, është e pamundshme me qenë në teleshikues i këtyre zhvillimeve. Kështu që kam vendosur të jem në betejë Pse pikërisht zgjedhet Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? Po shiqo, unë për nga profili, për nga kalumja, domethënë nuk kam mundën me zgjat tjetër. Dhe natyrisht kur fola më herët se narracioni i Beogradit për UÇK-n aludova edhe te vetë figura e komandantit Ramush Haradinaj, po jo vetëm e Ramushit, e të gjithë tjerëve. Dhe ku marrën përfundim se edhe në subjekte tjera, përveç vetëvendose që është domethënë përçuese e këtij narracionit Beogradit, nuk është se ka ndonjë simpati, domethënë për njerëzit e luftës, edhe po menojnë se ka ardhur koha me i arkivue dhe me i futën në për sirtarët domethënë të arkivave. Derisa Kosova vazhdon domethënë të çalojë në orientimet e saja që i ka qysh në ditët e para të çlirimit e veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë Kosovës. Dhe ku menu se kontributin tim mund ta jap më së miri edhe më shumti me Ramushin, për shkak se aty kam edhe miq edhe shok të tjerë, edhe bashkëluftëtar, edhe për arsye sepse disa të tjerë domethënë nuk është se janë në betejë politike për me mund politikisht, domethënë ato që është duke shkatruar Kosovën dhe që ka emër edhe mbiemër dhe ai quhet Albin Kurti dhe sekti i tij politik, menoj që Ramushi edhe nga kalumja, sepse nuk është që e njoh sot, domethënë Spaku domethënë është koherent në ato që përsaktohet. Dhe përsaktimi i Ramushit, siç dihet, është çdo gjë që mund të ndodhen me rezultatin e zgjedhjes pa Albinin kryeministër. Zoti Berisha, lidhet kjo edhe me, sepse viti 2025 pothuajse viti zgjedhjeve pas zgjedhjeve dhe në ballotazh së bashku me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës keni qenë përkrahas të kandidatit për vetëvendosje. E këtu edhe njerë për spjegoj, me që kom spjegu, unë jem konën midis dilemës me mbështetën Shaqir Totën edhe Arton Abrashin, jo PDK-n edhe vetëvendosin, atëherë kom thonë për i përsëris Memli Krasniqi dhe Albin Kurti për mua janë të njëjtë. Do të thënë Memli Krasniqi dhe Albin Kurti janë të njëjtë. Sa e ka dëmtu Albini Kosovën, po aq e ka dëmtu edhe Memli, sepse Albini i ka ratu ponit, Memli ka qenë vallet ti bashkë me Lumir Abdigjikun. Edhe të kuptomi këto peri përsëris pikërisht në studin e juaj. Dhe unë Artonin e njoh si fëmijë, për shkak se me babën e tij kam pasur shumë miqësi, nishi burgosën politik, veprimtar i qeshjes kombëtare, dhe edhe juve pju them edhe të gjithë ata që na përcjellin, ne ta gjojnë gjatë gjithë fushatës që unë kom thonën jem të mbështetën vetëvendosin. Pra, ku marrë në këtë përfundim për shkak se kum pasën një provojë 4 vjeçare të qeverisjes me Shaqir Totën dhe klanin e tij, dhe përfundimisht lojrat që janë bërë, domethënë në atë kohë me LDK-n, domethënë unë natyrisht se jem luftar përveç se jem politikon, nuk muj mu dorëzu letë. Zotri Abrashi ka qenë kandidat nga lëvizja vetëvendosje. Edhe nëse do t'ja jepni lëvizjes vetëvendosje, përkatësisht Albin Kurtit, do t'ja dhuroni fituaren e Prizrenit, a do të kishte kërkuar dhuratë më të mirë Albin Kurti, saqë të jepni qytetin e dytë në nivel vendi, fituaren? Po, shiqo, kur unë domethënë Memli Krasniqin, PDK-n që ka udhëheq Memli Krasniqi dhe që udhëheq edhe sot, e shoh njëjtë si Albin Kurti. Më tregot i cili është dallimi, domethënë i Memlit ose përparësia e Memlit që ka udhëheq PDK-n që unë është deshtën me mbështetën. Unë thash para
argumenteve të mia dhe asaj që ku marrë në përfundim, une këto dy subjekte në nivelin qendror i kum pasi dom për Kosovën. Prandaj unë përsaktimin dhe mbështetjen dhe kërkesën kashi elektoratit dhe mbështetësve të mi e kum po për Artonin, se edhe sot menoj që Arton Abrashi, nëse marrim në mënyrë individuale, është alfa dhe omega ndosh si familje, ndosh si veprimtar politik, në raport me Shaqir Totën, i cili asnjë pikë dirës për Kosovën nuk e ka derdhën, edhe deri në 12 qershor ka bën Xhevreka dhe Toplia, domethënë në Prizren. Zoti Berisha, keni qenë kritikus i ashpër i lëvizjes vetëvendose, posaçërisht i zotit Kurti. Po ashtu keni pasur një muj kontakte dhe me njerëz të vetëvendosjes. Si i pat nga brenda, përse afërmi me njerëzit e cilët keni bashkëpunuar. Unë nuk kum bashkëpunu me asnjë, ku marr pjesë vetëm me një tubim. Edhe ju jem drejtu, domethënë si ish ambienti brenda. Po, jo, po unë aty faktikisht kum pas edhe mbështetësit e mi, por me që ka qenë një numër pak më i madh i aktivistëve dhe i militantëve të vetëvendosjes, bashkë me Artonin ishte edhe ish ministri i mbrojtjes që kishte ardhur me mbështetën, sepse me tjerët nuk kum pranua as më fotografu as me qenë në tubim aty. Po sido që të jetë ish ministri konsideroj pavarësisht se është në vetëvendosje që është i sojt ton, edhe i ndërtu me një thonje popullore. Thash juve se një pjesë madhe tyre ngjisha, po du mi u ripërsëritën se vetëm mali me mal nuk takohet, po njeri me njerë takohet. 90% init ju që keni udhëheqën fushatën linçuese kundër meje. Apo bindeni se në politik nuk është mirë me ofendue me shpif, sepse në këtë moment po më shihni që si shpresë për me marrë Prizrenin. Po që kretë salla në komadi. Aty që asunës kum prit, bile do aktivistë mi atje në fund, njënin e kishin dëgju të thonë që më vjen puna për zofën, mu qumi rre durët, me bërtit zofa, do po thonë s'ma ka marrë mandja, sepse po llogarit që ka mund qenë domethënë pjesë e domethënë brigadave të kuqe që ju dhe Dojana Mijali. Sido që tjetë me këtë që më shtine me tregu, po du mi u dhonë një mesazh, ndaluni, sepse Serbia po na do të tillë. Lufta i takon të kalumës lavdishme historike. Mos e shihni dikon si UÇK. E kam thonë dhe peri përsëris. UÇK-ja misionin e vet e ka kryer me 12 qershor 99-s. Mas 12 qershorit ne jemi emra përveçëm ose përfashus subjekteve politike. Por në momentin kur mu më atakon si UÇK, unë ju përgjigjem jo veç unë, po çdo luftetar që shimi përgjigjen Serbisë, sepse ju llogarisin mbetje të cilët po kundërmoni me propagandën edhe diskursin e Beogradit në Kosovë. Si mund të, apo ta themi ndryshe, au pastru Zafer Berisha nga mëkatët e lëvizjes vetëvendose shumë interesante, me që ka 2 ditë që kum bë këtë lëvizje politike, pres të mohon mu ataku, edhe do t'i drejtojmë prapë të njëjtëve nëse vazhdojnë, sepse llogarisë se një numër i madh është kogja i manipulum, domethënë duke pas parasysh nga pozitat institucionale që ku pasën se në mes e këtyre rrjeteve sociale janë edhe shërbimi rus me Selin në Nish i fritrum, për cilën tashmë kjo është sekret publik, domethënë që me emrat shqiptarëve, domethënë janë serb që kanë mision, domethënë. Ata që mirën në mënyrë profesionale e din më mirë, unë tash në ka rastisën me qenë me një pozicion institucional nga ku kum pas nga afër informacione se kjo luftë psikologjike propagandistike përveç që stimulohet, financohet kogja shumë, domethënë nga Serbia, Rusia, dhe natyrisht mbetjet e tyre që vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. E kam thonë edhe me një rast për ata që nuk janë shumë në rrjedha ose për gjeneratat e reja, ka qenë befasi kur u arrestuan një 2 shpiun fillimisht në Ferizaj, pastaj
pot edhe disa të tjerë, ki edhe me qindra mira të tjerë, të cilët e bëjnë punën e Serbisë. Më rastisi mas takimit me Ramushin që e pim një kafe, me najt me do djemë të ri dhe njëri prej tyre ishte i befasum se si ka mundësi shqiptari me pnu për Serbinë. Dhe unë, kështu me faktet që i kom nga koha luftës, e përmanda njërën nga betejat shumë titanike që është zhvillu në komunë Prizrenit, e ka në udhëshën kundër ushqikës 6 shqiptarë. Zoti Berisha, lidhur me këtë koalicionet e ballotazhit për fund, tani po kalojmë tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. A u thuj Zafer Berisha në atë narracionin që kishte pas tet i ashpër ndaj Albin Kurtit, edhe që shkoi deri në ekstrem, prishi edhe koalicionin me Nismen Socialdemokrate dhe ishte një nga zërit më të fuqishëm të subjekteve politike dhe të njerëzve të politikës Zafer Berisha kundrejt Albin Kurtit. A do të ndikoj kjo tek ju personalisht, apo do të mbanit një të Unë nuk do të ndikoj, e spjegova arsyeën, as edhe të mbështetësit e mi s'ka ndiku, sepse edhe vetë ata që e marrën me sondazhe ditën e zgjedhjeve e kanë konstatu publikisht se 65 deri në 68% e mbështetësve të Zafës i kanë qëndru besnik të marrëveshje Zafës, sepse ata më njohin nga afër. Unë nuk po flas. Megjithatë, edhe në opinionin e gjerë, jo vetëm në Prizren, po edhe në opinionin e gjerë kosovar, Zafer Berisha është njohur për qëndrimin kritik ndaj zotit Kurti në keqëvrisje edhe në shumë gjëra të tjera. Po nëse unë për shembull një javë, unë edhe para 2 ditë pita kafe me Martonin. Domthon nuk nënkupton kjo që unë kam ndryshu. Domthon unë di që për shembull në atë moment për arsye tepër më të mëdha se kjo që po thush, domthon unë kum vendosën me mbështet Artonin edhe në momentin kur i kum thonë po e ka njoftu Albinin, mirë po i ka thonë Albinit Zofa po na mbështet, domthon në Prizren, po nuk ka qef me qenë në asnjë tubim ku jeti. E kupton. Domthon Albini o kon djeni. Pranuan dega e lëvizjes vetëvendose që Zafer Berisha të kritikon në mënyrën më të ashpër Albin Kurtin, vetëm na ndihmu neve kritikojnë aty ata s'pun me ma përsaktu qëndrimin tam. Unë këton që e kom për Albinin e kom besim, po unë nuk e kom për të gjithë, se në listë nëse ke po është dhe Gani Krasniqi. Megjithatë, lëvizjen vetëvendosje jeni mendimit që e drejton, e dirigjon dhe udhëheq kado që të don vet Albin Kurti. Albini edhe Dejona Mijali. Nuk është dikush tjetër që mundet ja ndrën. Ama po veç unë nuk muj me futun me një thes, domethënë Artonin, edhe pse Kogja ka qenë autoparlant dhe është i Albinit, po dhe disa njerëz që i njoh, ti e pave kohëve të fundit, jo kohëve të fundit, mbron vonë edhe djali u Kshinotit. Po tash unë nuk muj me pasën ndaj ati djali mendimin e njëjtë, si për Albinin, Dimal Bashën, e Kuron Muratin, e shumë të tjerë, domethënë, sepse sido që tjetë unë di me dallu të bardhën për të zezës. Unë nuk muj mi kuptu ndoshta cilit janë arsyet edhe motivet që vazhdojnë me qëndru. E kam thonë edhe me një rast tjetër, ndoshta deri në 2021 kanë mujt njerëzit me i besu pa lavrave e ti, cilët unë edhe disa tjeri kemi kuptu pak ma herët, sepse mos të harrojmë, kur kemi qenë edhe në parlament si opozit, kemi pas bashkëpunim. Mirë po ai ka qenë qesh mashtrus profesionist, sa s'kemi mujt me kuptu që ka këtë diçka qëllime tjera, jo për ato që bashkëpunoheshim. Ma vonë kemi kuptu edhe unë kum kërku falje publike, sepse edhe Aleonca, barep edhe me Ramushin e patëm qëtë piset, e po kupton, bile unë e Ramushit, ti me Kadria, Recep Selimi, Donika Kada, Dauti, nuk kemi pas edhe akt akuz për pengim personit zyrtar që se kemi lënë në abort ku vendet me arrestu Albinin. Po ne nuk e kemi ditë se mbrapa ftyrës se një aktivisti politik, një demagog që u shitke për Bashkim Kombëtar, fshihet ftyra e një mashtruesi dhe një njeri gjallëzum i cili dirigjohet pe domethënë grupeve të interesit dhe çarqeve që domethënë Kogja dëmtu Kosovën. Unë sot gjithë përmes juve e pyes cilin do aktivist.
cilin dos funksionar të strukturave, të pikave që shikon, a ka mundësi me tregue cili është roli Dojana Mijalit në vetëvendosje? Domthon, cili është misioni i saj? Domthon. Edhe Në këtë kohën e koalicionit nuk keni mundur të merrni vesh brenda që keni jo, bashkëpunuar unë veç me Artonin unë s'kum pas kontakt me kërkon. Në ka thirrën me një tubim, thash kum shku, kush është, më tregoi, është ta ministri Maqedonësit, thash, okay. Përndryshe në tubim ka qenë në Glauki, kanë qenë edhe të tjerët. Po unë nuk kum shku në tubim, adi mu identifiku me ta, sepse unë këto që e kom për Albinin, unë e besoj në këtë mendim, në këtë qëndrim tamin rrëti. Nuk e kom unë për propagandë, ose që kum dëgjue diçka prej dikuj. Zoti Berisha, po i kthejmë tani kemi hyrë në procesin më pak se 3 javë deri në 28 dhjetor në zgjedhjet. Cila është marrëveshja që keni bërë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? Ka diçka programore vetëm tek lista apo cila e shihni bashkëpunimin mes AOK-s? Shiqo, unë në fakt në minutat e fundit kum vendos më fut me Ramushin edhe për disa arsye të tjera. Përndryshe nuk ose kom marrëveshje të shkruam. Ramushi e di kush jam. Unë 2010 kur Ramushi ka qenë në Agë, në Monti ka ardhur Steven Shook, atëherë ishte një Amerikan këshilltar i Ramushit, me Avni Arifin. Edhe atëherë kishte 6 muaj që isha da PPDK-s, e po ta nisi iniciativën Bashkimit Demokratik, e kum mbështetën. Edhe atëherë e kum mbështet Ramushin. Prandaj na ka ra me bashkëpunu. Nuk ka se unë kumi me ndonjë interes. Unë në fund kum vendosën edhe në rast se s'bëm deputet votat që mbesojnë mu me shkue te Ramush Haradinaj. Edhe këto ja kum sqaruar Ramushit. Nuk jem që kumi me ambicjen, domethënë ose me ëndrrën që unë bëm deputet. Unë kumi që vota që mbesohet mu, njerëzit që mbesojnë mu, mos me shkue te pionierët e Titës edhe te Albin Kurti. Ky është qëllimi, domethënë, i kësaj betejë politike. Natyrisht se unë do të punoj sa të mundem me gjithë ekipin. Unë veç mas 2 dite i kom thirrë 200 spartanët e BD-s në mobilizim. Dhe unë në jetën politike visu luftetar. Dhe një luftetar nuk mundet mu dorëzue para injorimit edhe nënçmimit që mundet mi bo dikush. Siç ndodhi domethënë edhe me mikun tam të vjetër zotin Fatmir Lima. Cilat janë pritjet e listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë zgjedhje? Ka opinione të ndryshme, do të kalon pragun, do të kalon pragun, do të ketë rritje Aleanca më shumë se subjektet e tjera. Cilat janë pritjet apo parashikimet e juaja, sepse edhe ju vetë jeni pjesë e kësaj liste dhe në këtë listë përposysh, a është edhe dikush tjetër i subjektit të juaj apo vetëm jeni? Jo, me që kohë ka qenë e shkurt edhe masi Aleanca kishte miratu listën në Këshillin e Përgjithshëm, tash unë ditën e fund, një ditë para se më dorëzu, dje, faktikisht dje e ndërzu lista. Edhe nuk ka pas shumë hapësirë për ndryshe, i shkon mirë me qenë edhe në bile s'pako edhe 2 vjet nga ekipi Bashkimit Demokratik për me materializue gjithë fuqinë tonë në komunën e Prizrenit, po jo veç edhe në Prizren, sepse ne veçanërisht unë kam miq edhe në komunat tjera. Sidomos në rajon, në region aty Suarek, veçanërisht edhe lidhjet familjare, miqësore, edhe gjatë luftës më lidhin edhe me Opojën, domethënë edhe me komunën e Rovecit, por thjeshtë unë po menoj se Aleanca duhet me dalën një forcë politike që do të determinoj domethënë zhvillimet pas zgjedhjeve në Kosovë. Dhe ky është synimi, menoj edhe Ramushit, po e gjithë neve. Sepse e kemi pa kurrizor dhe infantil politik që në momentet e caktuara nuk e kanë idenë se çka janë duke vepruar. Për me qenë i qartë,
domethënë, nuk e kanë votuar Albulen Axhiun, po e kanë votuar Dimol Bashën. Këta janë ata infantilët. Po kupton. Edhe gabimin më të madh e kanë bën edhe 1 2 3 deputet aleancës, cilëve edhe ja u kumtonën. Domethënë, unë mendoj se duhet me pas shëndrim. Shumë vonë kanë deshtën me dal nga kriza. Masi e kanë bën lluk, që shtot Milaim Zeka. Dhe kështu që për ato i kanë tyja se të gjithë fajet, dhe po besoj se fuqizimi i ekipit që udhëheqet nga Ramush Haradinaj do të jetë shumë domethënës për domethënë zhvillimet që do të ndodhin mas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kosova ka nevojë për njerëz vendosur, për njerëz dëshmum, edhe unë mendoj se ata njerëz i gjosh në ekipin krah Ramush Haradinajt që jemi bashkë për Kosovën. Si do t'i qasëni fushatës zgjedhore këtyre ditëve deri në zgjedhje si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës dhe si Bashkim Demokratik? Unë veç ja kom fillu, domethënë me atë stilin tam të njohur. Natyrisht unë jem kryetari i Bashkimit Demokratik. E kom thirr fillimisht për këtë vendim, domethënë jem konsultuar me kryesinë. I kom njoftu disa nga aktivistët jashtë kryesisë, në mënyrë unanime kanë qenën, pasi i kom njoftu për disa edhe zhvillime tjera, edhe në mënyrë unanime në këtë betejë politike për Kosovën do të jemi përkrah Ramushit. Kjo ka qenë një qëndrim unik i atyre që më kanë qëndru besnik veçanërisht në jetën politike për 15 vjet, dhe ne veç kemi fillu domethënë koordinimin edhe me strukturat e degës së aleancës, çështje teknike sot. Përndryshe unë në këto 2-3 ditë do të vazhdoj të dal në terren, për dallim nga zgjedhjet lokale që e kom thonë edhe te ju edhe te diku tjetër, që unë për 30 ditë asnjë njeri nuk e kom taku, vetëm përmes paraqitjeve të mia, përmes videove. Kësaj radhe do t'i veshi çizmët, domethënë dhe do t'jem në terren, sepse situata është shumë më serioze. Edhe se që e menon qytetari rëndom. Dhe imagjinoni deri ku ka rrjedhën situata në Kosovë, që çdo qytetar normal munije i ofendum. Për kujtesën e juaj edhe të atyre që na përcjellin, unë dhe shumë si unë jemi përgjigjë thirrjes Kosovës për me kap pushkën edhe për me luftu për lirinë e saj. Një pjesë e jona që kemi ardhur nga perëndimi, me marrë pjesë në luftë edhe kanë dhënë jetën, sot janë dëshmorë. 10 për tyre, për mos me përmend asnjë. Sot deri aty ka degeneruar situata politike, sa që diasporën me fyje, me thirrje, do janë amijali e Dimol Basha me i ftu me ardhë në Kosovë. Por çka me ardhë ata në Kosovë? Pse ata duhet një përgjegjës thirrjes së këtyre 2 personave, edhe sojt e tyre, për me i përdorën si mall për ambicjet e tyre politike partijake, dhe atë mall pastaj me përdorën edhe për bllokimin e shtetit. Dhe çdo thirrje e këtyre në raport me diasporën më shumë duhet të kuptohet si një fyrje që u bëhet atyre. Unë jem prej atyre që i kom thirrën me ardhë me votue për Kosovën, po jo për sektin politik i cili është duke dëmtuar Kosovën. Zoti Berisha, zgjedhjet do të nxjerrin një rezultat. Varet prej rezultatit zgjedhor, subjektet politike do të operojnë, do të veprojnë më pas zgjedhjeve. Ato të mbajnë qëndrim të njëjtë. Zotri Zafir Berisha, sikurse pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, që nuk ka pranuar të jetë pjesë e as bisedime. Prishëm, unë në fakt me Fatmin unë kam qenë antar i nismës, tash jep koalicion. Po këto ja kom thonë paraprakisht, edhe ja kom treguar momentin se si jemi marrë vesh me Fatmirin. Çka do që të ndodh, afrimi me Albinin, domethënë dije që rrugët i kemi ndamë. Do të mbani këtë qëndrim edhe pas zgjedhjeve. Unë e di që politika është arti i të mundshmes
edhe ka kompromise, po kompromis me ato që është duke dëmtu Kosovën nuk ka. Edhe për fund, cilat janë pritjet? Zofa, Subjektet juve dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. So deputet apo so përqend synoni si listë zgjedhore ti merren në këto zgjedhje? Sepse secili subjekt e din paraparsisht ku qëndron. Si që unë nuk të foli as me përqindje, as me numrat deputetëve, një gjë ati se, do më thonën, klima politike e kryum dhe disponimi qytetarëve është që Zofa mu rikthye edhe njerë në kuvend. Unë kam qenë 3 mandate, jo pse kom nevoja personale, por sepse menoj se qëndrimet e mia, do më thonën, objektivat e mia, do më thonë, janë që i ndihmojnë Kosovës edhe konsideroj, jo veç une, po edhe shumë njerëz që janë në lista politike, të partive politike, do më thonë që kanë qëndrim edhe që nuk janë servis veç për me votue, është mirë mi pas Parlamenti i Kosovës. Zoti Berisha, faleminderit për kohën dhe opinionin dhe ju urojmë suksese nga orë zgjedhore. Faleminderit e juve, suksese. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.